Bora dhe Donaldi janë një çift mjaft i lumtur dhe normalisht shumë i dashur për publikun shqiptar. Në një promo, ku do të jetë e ftuar në një podcast, Bora Zemani ka dhënë një intervistë sinqerte dhe pa filtra. Në fokus të bisedës është një nga temat më delikate në një marrëdhënie, falja. Për herë të parë pas një periudhe të gjatë, Bora Zemani ka folur hapur për këtë çështje, duke lidhur në mënyrë të tërthort, por të qartë, me ribashkimin e saj me aktorin Donald Veshaj. Gjatë promos, moderatorja e pyet drejt për drejt: në çfarë niveli fal ti? Përgjigjja e Borës reflekton pjekuri emocionale dhe vetdije për atë që ka kaluar. Natyrisht nuk fal me naivitet, nuk fal se po gënjehem, fal me konsciencë të plot. E di ku është gabuar, por unë do e fal, do e të kaloj këtë gjën, shprehet ajo. Më tej moderatorja thekson se falja nuk nënt kupton heqje dorë nga parimet personale, por një përpjekje për të shpëtuar atë që ka ende vlerë. Nuk e bëj duke zgjeruar kufit. Jo, kufit ngelin të njëjtat. Nëse ka mundësi të shkatërrohet një marrëdhënie dhe të prishet, a kishte ndonjë mundësi për të shpëtuar kjo marrëdhënie? Deklaratat e saj u interpretuan menjëherë si një referencë ndaj historisë shumë përfolur të dashurisë me Donald Veshajn. Kujtojmë se gjatë pjesëmarrjes së aktorit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ai nisi një romanc me Beatrix Ramosajn, duke krijuar një nga trëngënçat më të komentuar dhe më të ndjekur në historinë e televizionit shqiptar. Pasi spektakli përfundoi dhe Donaldi nuk mori çmimin e madh, ai shkëputi totalisht në raportet me Beatrix Ramosajn, duke lënë këtë të fundit në një ndarje pa shpjegim.